Adhurues të basketbollit, rikthehemi përsëri në Shanin Ushi për pjesën e dytë të duelit, në cilin Sigal Prishtina i fitoi të dy çerekët, 20-19 dhe 16-13. 2 minuta gjysmë para se të kryer pjesa e parë, vllaznimi e pati e përsin më të thellë prej 6 pikëve. Megjithatë, Prishtina si të arritën që përmes një serie të shprejt prej 7-0 të kalojnë në avantazh prej 36-30, si do qoftë dy gjuajtjet e lira të Jora Nejt, e zbutën disa avantazhin në 4. Është kjo një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat, sidomos për Kuqezin që mengun po kërkojnë shkëputjen nga pozita e parafunit dhe të sigurojnë play-offin, kurse për Prishtina si të rikthehen në formë dhe të shmangë zonës rrezikshme. E thashë në fillim, vllaznimi aktualisht i shtati parafundit me vetëm 6 fitore, 13 humbje. Në anën tjetër, Sigal Prishtina, e cila po kalon nëpër një nga krizat më të rënda në histori, është e 6-ta me vetëm 8 fitore, 11 humbje. Sa ka edhe ylli në pozitën e 5. Është kjo ndeshja e cila hap xhiron e 20 të Procredit Superligës. Me njerë pas kësaj ndeshje me fillim nga ora 19:30 do ta kemi një super duel mes të Golden Eagle Lyllit dhe Borës. Golden Eagle i cili është pra thash në pozitën e 5 me 8 fitore, 11 humbje, dhe Bora në pozitën e 4 me 1 fitore më shumë, 9 fitore dhe 10 humbje, edhe një tjetër derbi, ndërsa Xhiro 20 vazhdon nesër me 2 duele nga ora 17. Bashkimi Go plus Peja, është derbi i kësaj Xhiroje, i dyti me të tretin. Të gjitha ndeshjet si vjet mes të Bashkimit dhe Go plus Pejas kanë qenë të ngushta. 2 herë janë taku në kuadër të Procredit Superligës, të 2 duelet i ka fituar Bashkimi, madja e fundit me 21 dhjetor ishte antologjike dhe historike, shkojnë në 2 vazhdime, 119 me 118 në Karagaj. U takuan edhe në qerek finalet Kupës së Kosovës, të 2 duelet i fitoi Bashkimi, pra 4-0 për Bashkimin si vjet, Peja në kërkim të fitores së parë, ndërsa Bashkimi për të vazhduar serinë e suksesshme, dhe është kjo edhe një përgatitje në prag të finales fantastike të Kupës së Kosovës 2026 të mërkurën nga ora 19:30 në Miza Irisma Trepça. Bashkimi për herë të 2-3 të ndeshën këto 2 top skuadra viteve të fundit në elitën tonë, dhe për herë të 3 në 5 vitet e fundit, Helms tenton që ta nis çerekun e 3 me treshe, megjithatë topi kthehet te Wilsoni. Clarence Bailey, Kakruki, Lomax dhe Morina, peshja startuese. Në tjetër Wilson realizon dhe rezultatin në 34 me 36 e afron. Janë këto pikët e 6 pikë të Wilsonit, i cili ka dhe 3 asistime. Kakruki i shkëlqyeshëm në pjesën e parë, lojtari kryesor i Prishtinës, po shkojnë me criss cross, tetëshe atje. Topish, sa bukur, ufa. Lëvizje mashtruese Kakrukit, me të vërtet po shkëlqen me ardhjen e Dublevicit. Çfarë lëvizje bukur, atje ka mundur që ta lëndoj edhe gjurin Kakruki. 10 pikë, 3 kërcime dhe 1 asistim i tij. Adrio Belli me 14 pikë, 5 kërcime. 3 treshe. Diskutojnë nëse ishte jo sportive. Dublevic kërkon do të rishikojnë situatën nëse ishte jo sportive. Dublevic i kërkon jo sportive.
Faul jo sportiv. Është faul jo sportiv, ja tregon referi Xhelal Mumini, pavarësisht se nuk ishte qëllim që ta lëndon dhe të reagon në mënyrë jo sportive, mirë po është excessive foul, andaj do të jenë 2 gjuajtje të lira për Kakrukin, është kjo pika e 11 e tij, para si huqi 2 gjuajtje të lira, Valmiri tani realizon të parën, edhe herën e dytë, për 38 me 34 do të jetë edhe rivënje topit anësh për Sigal Prishtinën. Lomax, i cili nuk ishte duke shikuar Adrio Beli, i kërkon falje Lomaxi atje. Wilson për Jericho Hellemsen, figurën kryesore, lojtarin kryesor, yllin e skuadrës, 11 pike, 5 kërcime në pjesën e parë. Joranej, po ashtu. Hellems, mbrojtje mirë e Clarensit atje, kundër sulmi shpejt Lomax për Clarensin, Adrio Beli, Dasyla është pranë tij. Lomax me Joranej në brendi atje, mbrojtje fenomenale Dasylës, Jerry Hellems deporton, për paksa nuk realizon, Altin Morina e ndal me foul. I hatashëm super i shpejt është Jericho Hellems, i rikthyeri nga edicioni kaluar, në fakt si vetë kishte nisur në Hungari te Zalla Keramia, por pas një skandali ku e grështoi një tifoz atje, klubi e përjashtoi nga ekipi dhe erdhi në Kosovë, duke u rikthyer te Kuqezind. Realizon pikën e tij të 12. Në pjesën e parë pati asnjë gjuajtje të lirë. Është kënduar atje gjatë atij pasimit të Lomaxit Adrio Beli. Jerry Hellems, pra 26 vjeçari, i cili ka lind në St. Louis në Missouri. Lojtari i cili ka luajtur në shkollë të mesme, në Chaminade College School, aty ku kanë luajtur edhe Bradley Beal dhe Jason Tatum, dhe pas tyre është lojtari i tretë më efikas në historitë të kësaj shkolle, shumë të njohur për programin e basketbollit, pra pas para mendoni një Bradley Beal dhe Jason Tatumit. Lomax beti me top në dorë, shënimi nuk do të pranohej. Mbrojtje fenomenale Dorant Honës. Dy minuta lojë në çerekun e tretë kaluan. Joranej, mbrojtje mire ka Krukit, i hatashëm është sonte edhe në mbrojtje Valmiri. Bailey, lart mbi të gjithë. Clarence organizon sulmin. Lojë e ngushtë, vazhdimisht të dyja skuadrat patën maksimumin prej 6 pike përsi. Adrio Beli në qastet kur vllazimi po afrohet në skenë, po del Adrio Beli, treshja e 4 e tij nga 7 tentime. 17 pikë të Belit, mbrojtje e mirë e Clarensit, rollingi i tij. Për mrekulli, alley-oop nga Clarence dhe Adrio Beli, për e përsin më të lartë prej 9 pikëve, shifrat e kthyer mbrapsht, jo, më falni, 36 me 43 është, plus 7. Kërkoj falje, sepse gjatë mbajtjes shënimeve harova mi shkrujt edhe këto 2 pikët e vllazimit të realizuara nga 2 gjuajtje të lira të Jerry Hellemsit. Bailey dhe Hellems, 2 yjet e 2 skuadrave, mbrojtje e mirë e Adrio Beli.
Clarence për toke atje, bukur. Derek Wilson, thot se une e preka I fundit, 19 sekonda për këtë sulm. Mbrojtje mire, Hellemsit mirë, po Valmir Kakruki lufton atje për 36-45, e tash është 9 pike përsi dhe përsia më e lartë. Ronda Sylla tenton për mrekulli asiston. Dhe Hellemsi nuk e komplikon rezultatin në 38-45 e afron. I arzakonshëm. Jerry Hellems tani me 15 pik. Në anën tjetër, Adrio Bailey ka 19 pike 6 kërcime, edhe njëherë kundër kuqezinve. Është duke shkëlqyer Adrio Bailey. Fall në sulm nga Elijah Clarence. Kërkon rishikimin atje Elijah Clarence. Megjithatë mbetet pranë vendimit e pat situatën. Personalja e tretë e Clarensit. Ajde Kakruki kanë nga 3 personale. Ziggy Reed është hyrë në lojë, me njëherë pason të Wilsoni, I cili bombardon dhe rezultatin në 41-45 e afron. Shumë shpejt një mini seri prej 5-0 e vllazimit përgjigjet me Hellemsin dhe Wilsonin këtë treshe për t'u afru. Nuk të është shkëputje, Lomax tenton të përgjigjet, nuk arrin. Ronda Sylla më I kujdesshëm. 14 piki ka Kakruki. 19 Bailey. 33 nga 45 pikët e Prishtinës I ka realizuar ky tandem. Sa bukur atje e vjedh Elijah Clarence. Çfarë ngulitje energjike. E vjedh këtë top, ik shpejt në kundër sulm dhe Elijah Clarence, bum. 4-1-47, loje bukur atraktive tani e dyja skuadrave. Hellems atje, kërkojnë gabim në hapa, por u ndal me të dyjat, një ndalje stop, një taksh më falni. Vjen me treshe, 2 treshe të një pas njëshme për të afru rezultatin nga -9 në vetëm 3. Wilson dhe Hellems me 2 bomba të një pas njëshme nga distanca. Lomax, Hellemsi është pranë tij. Pick and roll, Kakruki, topi shkon në anën tjetër. Clarence edhe 4 sekonda. E kërkon topin, Clarence nuk e pason, por Kakruki lufton. Çfarë blokade Ziggy Reedit. Ja të rënë tërzi total. E blokon Kakrukin, Ziggy Reed, Hellemsi për Zekicin I cili realizon dhe rezultatin në 46-47 e afron. Shikoni këto reagime. Pas rezultatit 36-45 dhe përsis më të thellë të Sigart Prishtinës, e kemi një seri prej 10-2 të vllazimit. U përgjigj në mënyrë eksprese të stuhishme skuadra Niko Qire për të afru rezultatin në vetëm 1 pikë kur kanë mbetur edhe 4 minuta lojë. Sa shpejt po ndryshojnë gjërat. Pas ati 2 pikëshit të Valmir Kakrukit në asistim të Elijah Clarenceit, kur kishin mbetur edhe 6 minuta 39 sekonda lojë në çerekun e tretë. Në vazhdim, pra në këto 2 minuta e gjysmë, Jerry Hellems në asistim të Ronda Syllës e nisi serin, e vazhdoi Wilsoni me atë treshe pikrisht në asistim të Hellemsit, I cili më pas në asistim të Wilsonit realizoi 3 pikëshin para se Samir Zekici të realizonte në asistim të Jerryt.
për të mbyll serin prej 10-2, e cila afroi rezultatin në vetëm 1 pikë. 18 pikë, 5 kërcime dhe 3 asistime, të 3 asistime Jericho Hellemsi i bëri në këtë çerek i jashtëzakonshëm. Joran e mbetet me 10 pikë, mirë po kemi shpërtimin e Derek Wilsonit, dhe treshja e tij parës në anën tjetër, Bailey në 19 dhe ka Kruki 14. 33 nga 47 pikët e skuadrës, është hyrë në lojë Don Poloshka, po insistojnë që doni të luan, është i lënduar, nuk e di se sa është mirë që po inkuadrohet në lojë Don Poloshka. Shumë ka sakrifikuar si vjetë për skuadrën e tij Poloshka. Lëvizje bukur mashtruese ti, shkon me pikë me LA Hoop për Kramerin, edhe 12 sekonda tentimi Sinanit mbi Hellemsin, edhe pse e pa se mund ta bllokoj Hellemsi, arbitri tentoi. Një pikë përsi dhe ka mundësi tani që këtë seri ta vazhdoj vllaznimi, edhe të kaloj në përsi për herë të parë në pjesë të dytë. Hellems deporton për me ufa. A është blok apo jo? Vetëm foul. Rick Kramer e ndali në mënyrë të palejuar Jericho Hellemsin. Të dy gjuajtjet e lira parës i realizoi. 100% efikas. 18 pikë për i tyre 2 treshë. Nuk e patëm të qartë se çka ndodhe. Këto dy gjuajtjet e lira, sidoqoftë Jerry Hellems në tentimin e tij të parë i saktë barazon rezultatin në 47 me 47. Dhe nëse tani realizon edhe këtë gjuajtje të lirë, po seri prej 12-2 dhe e kalon vllaznimin e përsi minimale prej 48 me 47 për herë të 13. Apo jo, rezultati mbetet i barabartë, seri prej 11-2. 3 minuta deri në fund. Adrio Bailey për Kramerin, Sinani për Clarensin, Poloshkën, po shkojnë me Chris Cross, Teçe atje. Shkon deri në fund, deporton dhe realizon e rikthehen e përsin Don Poloshka. Sa kanë mbetur edhe 2 minuta 40 sekonda deri në fund çereku tret. Kramer dhe Zekishi e mbron mirë atje topin Samiri. Wilson, bloki Samirit për Wilsonin, mbrojtje e mirë edhe 1 sekond dhe mbrojtje fenomenale atje nga Adrio Bailey dhe Arbor Sinanit, tepër agresiv me të vërtetë adhurues të basketbollit, të thash këto edhe në pjesën e parë, po më pëlqen që për herë të parë si vjet ka një filozofi të lojës të qartë, edhe po e din se çka po kërkon në lojë skuadra e Prishtinës. Mbrojtje e organizuar mirë, në mbrojtje po dihet çka po luhet edhe në sulm, ka sistem të lojës, sepse në udhëheqjen e Kakiusisit me të vërtetë ishte si ushtrie shpartalluar e çakurduar totalisht. Kërkon rishikimin e situatës
Elijah Clarence. Topi Adrio Bailey është pëton këtë top me gjithate. Bailey për Poloshkën. Edhe 8 sekunda për këtë sulm. Clarence zigi rrit mbrojtje për Clarencein me gjithate Joranej. Elijah Clarence u bë nervoz me vetën që humbja top e goditi topin. Gjerel Mumini që t'ja spjegoj se herën e ardhshme duhet i qetësoj pak nervat, është kjo vrejtja e parë për të, herën e ardhshme do të ketë teknike për të. Më pak se 2 minuta loj e vjet të top Elijah Clarence, i cili në mënyrë energjike për herë të dytë sonte e vjet topin ik në kundërsulm dhe edhe një herë bum. 47-51. Helms me Clarencein, tani kemi një duel mes të tyre, është shumë agresiv Elijah Clarence. Jerry Helms tenton për 3 pik, nuk realizon, Don Poloshka ndalet në mënyrë të palijuar nga kapiteni Ati Koshi. Kam plotësuar bonusin të dyja skuadrat nga 4 personale. Çdo faull i jashtëm do të jetë ekzekutimi i gjuajtjeve të lira. Roni Dasyla pranë Poloshkës. Clarence, Bailey e kërkon topin, megjithatë i thot Clarence shkon në blok. Në anën tjetër Kramer për Clarencein. Arbër Sinani i thot Donit shkon në kënd. Clarence. Jerry Helms shkakton personale, është kjo personalja e parë. I qëtëson atje trajneri dubleve, shumë po më pëlqen këtë trajner, po ngritën atje në këmbë ndihmësit e tij dhe ai po i qëtëson, po thot ullën, në rregull është faull. Todd në vend të Jerry Helmsit, 19 pikë pas kërcime 3 asistime nga Jerry lojtari kryesor. Clarence në vijnë e gjuajtjeve të lira për herë të tretë sonte, 2-1 ishte në pjesën e parë. Në vërtet Prishtina shumë të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, nga 10 tentime vetëm 4 gjuajtje të lira të realizuara, 40%, çka është dop, është dop. Herën e dytë realizon dhe rezultatin e ngrit në +5, 47-52, ndërsa ka mbetur edhe 1 minutë e 7 sekunda deri në fund çerekut të tretë. Time-out ka kërkuar Durant Hana. E përsia më e lartë e vllazimit ishte 6 pikë, ndërsa në anën tjetër Sigal Prishtina pati e përsi maksimale prej 9 pikëve, 36-45. Mirë po, pas saj erdhi ajo seria fenomenale, të cilin e nisi pikërisht Jerry Helms me këtë asistim të Ron Dasylës, e vazhdoi Helmsi me asistim për Derek Wilsonin, e pastaj do ta kemi Derek Wilsonin i cili asistoi për treshën e Jerry Helmsit. Ishin këto 2 pikët e Elijah Clarenceit pas topit të vjedhur gjatë asaj seris prej 11-2. Ja pra, Derek Wilson asiston për Helmsin. E krejt në fund pra. Rezultati barazot në 47-47. Pas gjuajtjes së lirë, Samir Zekici me këte 2 pikësh pa detyruar time-outin e Dublevicit. Sidoqoftë, pas barazimit të rezultatit, 47-47, Elijah Clarence doli në sken, natyrisht doni më spari, me atë depërtimin e tij për 47-49, e më pas edhe Clarence
me topin e vjedhur ngulitjen dhe gjuajtjen e lirë. Todd për Ronda Syllën, Arbër Sinani, Ronda Syllës, Joranej atje, blokohet nga Kelby Kramer. Dueli dy gjigantëve, 213 cm i Kramer i Prishtinës e ndali në mënyrë të paliuar Joranej. Joranej është një prej ekzekutuesve më të mirë tek vllaznimi me 81% të efikasitetit. Sonte diçka po hamendën këto gjuajtjet e lira, sidoqoftë po i dërgon Teveni 48 me 52. Anej dhe e realizon edhe të dytën. Janë këto pikët e para të tij në pjesën e dytë nga vija gjuajtjeve të lira. Vin 12 pikë të Anejt. Poloshka, Kramer, pick and roll, Doni. Kërkojnë foul atje. Sekunda për këtë sulm, bukur atje për mrekulli. Clarence shumë shpejt e rivën topën për Adrio Belin, një blok i miri Prishtinasve për Belin, nëse nuk gaboj ishte Krameri që i mundsoi daljen nën kosh atje. Clarence e vrejti, e pasoi, dalet në mënyrë të palejuar Adrio Belin, nëse realizon këtë gjuajtje të lirë. Do të shkon edhe asistimi për Clarensin që do të jeti pesti. Herën e parë e huq. Adrio Beli më efikasi. 19 piki ka Beli, 19 piki ka dhe Helens. Dueli dy snajperistëve sonte plotësisht i barabartë. Herën e dytë, Isak për 49 me 53 shkon në asistimi i 5 për Clarensin, 6 pik, 5 kërcime, 5 asistime, 3 topa të vjedhur nga Clarence që po luan mbrojtje dhe po bën pressing ndaj Toddit atje. Kemi një mismatch tani, Clarence dhe Ziggy Reed atje mbetën. Kramer del me e pengu Toddin. Da Sylla deporton. Ska problem edhe nëse e huq Da Sylla, Joranej është në vend. 51 me 53. Clarence, çfarë shënimi ti? Nevri kosët atje Ronda Sylla, që nuk e ndihmoj atje Toddi. 51 me 55, një finish atomik dhe interesant i Qerekut. Si mas gjitha gjasave do të rishikot nëse ishte koshi apo jo, lus regjin që ta rishikojmë nëse koha kishte skadu. Pra, e rishikuam për çdo rast nëse koha kishte skadu apo jo, mirë po u pa qartë se Clarence shumë herët e kishte lëshuar topin nga dora në mënyrë të shpejt nga një pozit shumë e vështirë dhe realizoi pikën e tij të 8 pik, 5 kërcime, 5 asistime dhe 3 topa të vjedhur nga Clarence. Me të vërtet e kreu punën e tij në mbrojtje shumë mirë dhe sonte po luan për ekip Clarence. 20 pik të Bellit i cili ka dhe 6 kërcime, ka Kruki 14 pike, 4 kërcime, është kjo treshja më e mirë të Sigar Prishtina. Në anën tjetër, tandemi i cili po dallohet është Helms Anej, 19 pik të Jerry Helmsit, i cili ka dhe 5 kërcime, 3 asistime, dërsa Joranej shpërtheu, posa u inkuadrua në lojë në qerekun e tretë, me 4 pik, 1 kërcim dhe atë asistimin. 33 nga 51 pikët e vllaznimit i ka realizuar tandemi Helms Anej. Në anën tjetër e kemi tandemin Belli ka Kruki, 34 nga 55 pikët
e Prishtinasve. Natyrisht edhe Elijah Clarence, i cili shpërtheu në qerekun e tretë me 8 pikë, 5 kërcime, 5 asistime dhe 3 topa të vjedhur. E po futemi dal nga dal në qerekun final të kësaj ndeshje të shkëlqyeshme, me cilën në këtë ditë dashuruarve, në ditën e Shën Valentinit, e nisëm xhiron e 20. Pas kësaj ndeshje në Theran, Golden Eagle Ylli Bora, nesër derbi i xhiros, Bashkimi Go Plus Peja nga ora 17 edhe në këtë ndeshje do të jemi së bashku direkt nga Sezai Suroi, ndërsa xhiron e përmbyll ndeshja Trepça Rahoveci. E më pas të mërkurën, me fillim nga ora 19:30 në Mizaj Risma, në pret finalja e Kupës Kosovës 2026, për herë të dytë është Trepça Bashkimi, edhe për herë të tretë në 5 vitet e fundit, në 2 finalet ku ndeshën Trepça dhe Bashkimi, të dyja t'i fitoj Trepça, a do t'a bëj sefte Bashkimi, apo Trepça do t'a fitoj për herë të 5 resh mbetet të shihet, do të jetë ajo një super nat e super shfaqje sonte me të vërtet, po bën njëra nej, një djalë simpatik, e ka një natyrë të çuditshme dhe klubet kosovare duhet ta kuptojnë natyrën e tij, nuk e ka me të keq me këto reagimet e veta Joranej, është shumë simpatik. I flasin atje edhe lojtarët e tij, kërkojnë që të qetësohet, por do të jetë në vijnë e gjuajtjeve të lira. 6-4 është sonte Joranej. 7-5 është kjo pika e 15 e tij. Afron rezultatin në 52 me 55. Edhe herën e dytë të realizon, nuk gabon. 8-6 nga vija gjuajtjeve të lira, nga 18 gjuajtje të lira, 14 i ka realizuar vllaznimin, anën tjetër Prishtina 13-6. Nëse up këtë ndeshje Prishtina, gjuajtjet e lira mund të jenë një prej faktorëve. Çfarë mbrojtje mire Ronda Sylës, ka Kruki bën atje pressing, opa, atje edhe kontakt ndaj Todit, tenton ati Koshi nga këndi, zakonisht realizon, por s'ka problem, Dasyla është në vend, edhe njerë Atiku, kapiteni për Dasylën. Tod deporton deri në fund, e ndalet në mënyrë të paliuar nga Arvër Sinani. Apo jo, ishte ka Krukja i cili e shtyo. Po, ka Kruki ishte. Personalja e 4 të Valmirit ka Krukit, ju Arvër Sinanit, po e shtyo. Atje nuk ka nevoj që të çuditet dhe befasot. Shumë faull pa lidhje bëri ka Kruki më katë, sepse është një prej lojtarëve kryesor të Prishtinës, por Terin Todd Huq nga gjuajtjet e lira ka një efikasitet prej 74% si vjet. Betët rezultati 53 me 55, shumë ngusht. Mbrojtje të mira nga Dorant Hana dhe Dublevici, sonte një ndeshje me mbrojtje të mira të dyja skuadrave. Nuk ka shumë lehtë pozitat e ja, shikoni atje se si përcellin, se si e mbledhin mbrojtjen. Ka Kruki deporton, por Joranej është në vend dhe personalja e 5 e Valmirit. Dy faulla ekspres të Valmirit më katë që shkaktoj personale, sepse tash duhet të ketë kujdes, e mbyll ndeshjen me 14 pikë, 4 kërcime dhe një asistim Valmir Kakruki, e tani Kelbi Kramer në loj, edhe Krameri ka 4 personale, Telashe, Dion Haxhosaj është i lënduar, nuk është i gatshëm për loj, do të ketë Telashe tani për trajnerin Dublevic. Tod deporton, çfarë blokade atje, e Kramerit, mirë po, Zigirit kërcen në sulm dhe përmirëson për 56 me 55, e rikthen e përsin për herë të parë, që nga pjesa e parë, 30 me 29 ishte përsia e fundit, në qerekun e dytë, Poloshka lufton atje,
Kramer i ka 4 personale, duhet të ketë kujdes. Ronda Sylla, potez i mençëm i tij. Adhurues të basketbollit pas plot 16 minutave loj e përsia e par e vllazimit. 56-55, hera e 13 që e përsia ndron an. Arbër Sinani shkakton personale kapiteni, edhe arbri tani ka 4 personale të ndërshkuar me faula, 21 faula të Prishtinasve, anën tjetër 15 të vllazimit. Definitivisht Dorant Hana po bën punë të mrekullueshme me vllazimin, mbrojtje e mirë agresive. Zigiri bombardon Zigiri në qastet kur skuadrës i duhet më së shumti. Gjallët edhe shpërthen Zigiri, e shpërthen edhe Shaninushi. 59-55. Kemi një seri prej 8-0 në fillim të qerekut vendimtar në këto 2 minuta 32 sekundat e para. Fillimisht ishte Joran Eja i cili u nal nga Arbër Sinani me personali, realizoi të 2 gjuajtjet e lira, pastaj një gjuajtje të lire realizoi edhe Tarin Todd, para se Zigiri të eksplodonte me 5 pikë rresht. Fillimisht me atë përmirësimin, kërcimin në sulm edhe realizimin në rastin e dytë pas huqjes së Todit, e më pas Zigiri në asistim të kapitenit Ati Koshit bombardon për të rikthyer përsin prej 3 pikëve, 59-55. Nuk kemi pik në këto 152 sekundat e para të qerekut vendimtar të Prishtinasit. Pa dyshim këto 2 ekspres faullet e Kakrukit janë një handicap i madh. Clarence Da Sylla, 2 lojtar me fizikus identik dhe stil identik të lojës. Poloshka kërkon atje blokun, 2 fishohet, mirë po i shmangët doni këti presingu. Adrio Beli tenton, nuk realizon, edhe Arbër Sinani luan i fundit me top. Gjelal Mumini ishte aty afër, është i sigur se Arbër Sinani luajti i fundit. Todd Clarence pran Toddit, Todd për Joran Ejin, i cili bombardon dhe serin fantastike të vllazimit e vazhdon. 11-0, 7 pike për si, pas Zigiridit edhe Joran Ejin nga -4 në +7, që është e përsia maksimale vllazimit deri tash. Kramer për Sinanin, rrit atje, i bën presion Clarence për Poloshkën. Kramer me Poloshkën, doni, deporton, tenton, nuk realizon, Koshi më i larti në kërcim, dhe tani kriz në lojën e Prishtinasve, të cilët tash e gati 4 minuta nuk kanë realizuar pik në qerekun e 4. Rrit dhe Sinani, 2. Da Sylla tenton, nuk realizon, Kramer më i larti në kërcim, e qetëson situatën atje. Poloshka për Sinanin dhe fauli Zigiridit. Personalja e 3, 5 pikë të Zigiridit, të gjitha në qerekun e 3. Atmosferë fenomenale, gëzon tani Kuqezin dhe shkoften edhe kënga. Adrio Beli dhe Zigirit
Është faul nga Adrio Bailey. Luftarak me mishe me shpirt, po lufton Adrio Bailey. 22 pikë të tij, 6 kërcime. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Çfarë deshje. E ndërpren pra agjërimin e Prishtinasve në çerekun e 4. Seri prej 11-0. Ishte parës 62-57 tani. Pikët e para pas 4 minuta e 6 sekundave loj. I saktë edhe nga gjuajtja e lirë afron rezultatin në 62-58. Adrio Bailey 23 pikë të tij. Makina kosha shënuese Prishtina se sonte. Edhe në këtë edicion në përgjithësi, lojtari kryesor i Prishtinës, Adrio Bailey. Deporton për mrekulli atje. Nuk ka shënim Clarence. Për mrekulli. Realizon pa prën Joranejt. Edhe njëherë Clarence shkon për mrekulli, shkëputet Joranejt. Faulit i dytë. Nga 19 piki kanë Helemsi dhe Anej. Don Poloshka ka pasur problem me tetiv. Ja, Jerry Helms afrohet atje. Bashkëlojtar si duket shpreson që mos të jetë tendoni i akilit. Jerry Helms i afrohet atje Donit. Au. Vitin e kaluar ishin bashkëlojtar të vllazimit dhe ishin kreator të suksesit të kuqezinve. Jerry Helms së bashku me Don Poloshkën, Ariana Zemin i cili është i lënduar dhe po ashtu edhe Arbër Sinanin. Ka pasur të lashe edhe me lëndimin e tendonit të akilit Poloshka. Gjashtë të 2-60 do të jetë kosh faul. Ka dhimbje atje Doni, këto të ndima e parë, duhet të bartet, nuk guxon që të shkel në këmbë. Doni është djali fort i cili në këto 3 vitet e fundit me të vërtet ka përjetuar shumë lëndime. Është kthyer pas 3 intervenimeve kirurgjike dhe duar trokitet tani nga publiku gjakovar.
një moment emocional, pra i tër Shani Nushi, tër palestra e thret emrin e tij. Do t'i tregohet ndihma atje. Si duket është në pyetje tendoni i akilit. Në ato dhimbje të mëdha, shpresojmë që nuk është kputur. Loja duhet të vazhdon, i thret atje lojtarët në parket. Referi Gjelal Mumini. Clarence pas kosh faullit, 62-60 e afron rezultatin. Një seri prej 5-0 tani e Prishtinasve. Edhe 5 minuta 32 sekonda deri në fund të ndeshjes. Realizon edhe gjuajtjen e lirë. Seri prej 6-0 nga -7, tani përsëri vetëm 1. Todd tenton për treshën, nuk realizon, e mbyll mirë atje Kramer Joran Ein. Altin Morina është rikthyer në lojë, startuesi për Sigal Prishtinën. Clarence dhe Todd, sa bukur atje Clarence. Ja shpjegon atje Gjelal Mumini se ishte udhëheqje jo rregullt. 62-61 dhe 4 minuta e 53 sekonda deri në fund të kësaj ndeshje fenomenale në Shani Nushi. Koshi dhe Morina, Anej me Kramerin, kërkon atje për mrekulli kontaktin dhe realizon Joranej i pandalshëm, pika e tij e 21. I ka vetëm 2 kërcime dhe 2 blokada, por me pik po bombardon më i mirë se Hellemsi. Kramer në anën tjetër blokohet nga Hellems dhe luan i fundit me top Kelby Kramer. 21 pik të Anejt, 19 të Hellemsit, 40 nga 64 pikët e skuadrës i ka realizuar ky tandem. Wilsoni ka 9 pik, prej tyre një treshe, atë në çerekun e tretë. Gjatë asaj serie, për 11-2. Koshi për Hellemsin. Wilson, edhe 6 sekonda. Mbrojtje e jashtëzakonshme Prishtinasve. Hellems nga një distancë e madhe tenton. Joranej tentoi me përmirësu, por nuk arriti. Çfarë mbrojtje e jashtëzakonshme Ronda Syllës, i cili dhe asiston ky aksion vjen të përsëritet edhe një herë. Çfarë mbrojtje mire Ronit, asiston Joranej, koshin e shmonton dhe trajnerin Dublevic e detyron që të merr time-out. 66-61. Çfarë ndryshime në lojë sonte adhurues të basketbollit. Sa po kalon Prishtina në përsi prej 9 pikve, po afrohet vllaznimi, po shkëputet Prishtina, vllaznimi po kalon e përsi, u afrua në 62-61, mirë po ja tani një mini seri prej 5-0, nga Joranej me të vërtet i jashtëzakonshëm. Fillimisht pra, aj deportimi i Joranejt me 2 hapsh, e më pas ky top i vjedhur i Da Syllës, fantastik, sa lart u shkëput, e vodhi topin dhe asistoi për Joranejn. I shkëlqyeshëm, i mrekullueshëm, 23 pikë të tij. 44 nga 66 pikët e vllaznimit, tandemi
Helem Sanej, në anën tjetër, Bailey mbeti pa tandemin e tij ka Krukin, edhe pse Clarence është duke u kthyer në lojë. Adrio Bailey lëvizje bukur mashtruese. Fauli Ronda Sylës, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Anej i ka 2 personale, për Ronin është kjo personalja e 4, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Dion Haxhose, i cili është i lënduar atje, ende nuk është i gatshëm për lojë. Arber Sinani për Clarence'in, edhe 3 minuta e gjysmë deri në fund. Clarence dhe Dasyla. Clarence kërkon kontaktin me Dasylën. Shkëputet për 3 piki i jashtëzakonshëm është Elijah Clarence, reprezentuesi i Suedis, me treshën e qaste shumë të rëndësishme për Bardë Kaltrit. Helms, Jora nej, pick and roll, hapët anej, por nuk ja pason Helms. Wilsoni, eshe koridorin, shpejt në vis topi. Opala, Helmsi mashtron. Derek Wilson, faul në sulm. Ja, kjo është situata, nuk ka rishikim të kësaj situate. Lomax e vjedh topin për mrekulli, Jerry Helmsi. Fenomenal, çka bën, slalom, kreti kalon, dhe në fund Jericho Helms shënon. 68 me 64, çfarë aksioni, topi vjedhur, kaloi, ju shmang presionit për pikën e 21 të ti dhe 4 pike përsi. Clarence po luan 1-1 tani. Adrio Bailey tenton e huq. Edhe 2 minuta e 13 sekunda deri në fund. 4 pike përsi për vllaznimin. Si vjet Sigar Prishtina i ka fituar të gjitha 4 ndeshjet ndaj vllaznimit. A do t'ja bëj sefte vllaznimi në këtë ndeshje shumë të rëndësishme, për ta pas asaj humbje shumë të dhimbshme në Mizairis Mangaraveci. Helms me Wilsonin, Ronda Syla nga një pozitë e vështirë, drejtë në duar të Lomaxit, kundër sulmi shpejt i Alex Lomaxit, blokade Helmsit, lufta vazhdon e me këmbë luan Ati Koshi. Edhe Atiku si duket e ka lënduar këmbën. E tani kemi atje lëndimin edhe të Ati Koshit, këmbën, i cili e pëlqen këmbën. Ja shpjegon Xhelal Momini se nuk mund të rishikot, po edhe këtu është situata e pastër, si loti është blokade Jerry Helmsit. Loja vazhdon, topi arrivohet, shumë gjëra po ndodhen në adhurues të basketbollit, 2 lëndime, knej blokada, aksioni vazhdon, Jora nej e blokon. Elijah Clarence lufton, luftën e vazhdon, topin e fiton, sulmi i ri për Sigar Prishtinën. Të dyja skuadrat me mishe, me shpirt, po luftojnë për këtë fitore shumë të rëndësishme për të dyja. Prishtina e 6 dhe vllazimi i 7. Clarence, bukur atje, Arber Sinani e pengon Jerry Helmsi, por Elijah Clarence
e fiton, e faul i Ronda Syllës. E sulmot atje referi tani. E tani kemi tensionim të situatës. Pas këtij vendimi për faul, sulmohet referi. Dhe tani kemi edhe arrestimin e dy shikuesve aty për shkak të reagimit. Edhe 1 minutë e 24 sekonda deri në fund të ndeshjes. Tensionohet situata. Ja, Elijah Clarence ishte fauli referuar për Ronda Syllën. Dhe ky është momenti kur referi Erzen Hajani sulmohet. Janë duke zgjat ende shpjegime dhe po diskutohet situata e atje është edhe Edmond Azemi, Amir Gashi, zyrtari i skuadrës Prishtinës.
Tu pranë janë edhe organet e rendit. Gjeral Mumini është duke ju spjeguar zyrtarëve të Prishtinës arsyen se ndeshja nuk do të ndërpritet. Kërkon atje Gjelal Mumini kryesori që të gjithë të ulen në vendet e veta. E tani janë duke u konsultuar me Erzen Haxhanin dhe Egzon Malokun. 68 me 64, rezultati ishte faulli Ronda Syllës, pas të cilit do të rishikojmë edhe njëherë situatën në adhurës të basketbolit. Pra dhe më tutje konsultimet e situata pak e lehtë për referin Gjelal Muminin, Erzen Haxhanin dhe Egzon Malokun janë duke diskutuar realizimin e sulmit fizik apo jo. Dhe nëse ndeshja do të ndërpritet, në atë rast vllaznimi do të ndëshkojë me disfat 20-0. Edhe më tutje pra këtu edhe komisioneri i ndeshjes, vëzhguesi i ndeshjes, Robert Lajçi. Kjo pauzë tashmë veç 15 minutë, që patëm gjithçka sonte. Lëndime shpresojmë që Don Polloshka nuk është lënduar rënd, edhe pse duke me vërtet është dashur që të vjen keri ndihmës së shpejt dhe ta bartë, ju tregua dhe ndihma e mjekëve dhe fizioterapeutëve të dyja skuadrave Ati Koshi, pastaj e lëndoi Epulkeu këmbën. Kemi tani në ndërprerje konsultimi katërshës e cila e udhëheq duelin. Lojtari me numër 55, Ronda Sylla, 2 gjuajtje të lira do të jenë për Elijah Clarensin, pra vendimi është që loja do të vazhdon. Me atë që ndëgjova, ka mundësi, pra nëse skuadra e Prishtinës pas lojës mund të ankohet,
për këtë situatë, por loja do të sipas referit Xhelal Mumini, i cili gjatë bisedës së tij e përmendi një rast identik i cili kishte ndodhur në Hungari javë më parë, kur një shikues kishte hyrë në fushë dhe kishte kapur e kishte shtyr referin. Loja nuk ishte ndërprer, pra një komparacion. Ja, tani më në fund Elijah Clarence shkon të vija gjuajtjeve të lira pas plot 15 minutave loj. Në anën tjetër Ronda Sylla është larguar për shkak të personalës së 5 pas ka krukit. Në këtë anën tjetër edhe Da Sylla. Clarence realizon për 68 me 65, 1 minutë e 24 deri në fund. Është kjo pika e 15 e Clarence't. Edhe pika e 16 e afron rezultati në 68 me 66. Kjo ndeshje dramatike vazhdon. A do t'ja bën sefte vllaznimi pas 4 humbjeve ndaj Prishtinës në këtë edicion. Lufta vazhdon, Arbin Rushiti me 3 pikë. Pikët e para të Arbin Rushitit dhe ajo treshe në çastet vendimtare 71 me 66. Kemi në minutin e fundit. Clarence. Joranej Pranti, Lomaksi depërton, mbi të gjithë tenton, nuk realizon dhe Andrea Bailey e do bën topin jashtë vijës fundore. Topi do të jetë për Kuqezind, 71 me 66. Wilson, Pranti Morina. Topi shkon të Anej, shpejt e Rushiti. Shkojnë me sulm të gjatë. Joranej e vjet topin Clarence, Rushiti dhe dy gjuajtje të lira dhe Xhelal Mumini e ndërshkon Rushitin për shkak të reagimit. Do të rishikohet situata. E tani është foul normal, sipas Xhelal Mumini shpjegon se patëm një sfidë të trajnerit coach challenge, kërkuan që të jetë foul jo sportiv, mirë po Rushiti pati vetëm kontakт, po jo edhe qëllimin që të bëj foul. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Clarencin pas ekzekutimit të kësaj teknike me cilën u ndëshkua Rushiti për shkak të reagimit të tij. 71 me 67, dy gjuajtje të lira pak më herët i realizoi Elijah Clarence, pika e tij është 17. 8-6 nga vija gjuajtjeve të lira, i jashtëzakonshëm sonte. 17 pikë, 7 kërcime, 5 asistime dhe 5 topa të vjedhur. Fenomenal. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë, 71 me 68, sepse ajo parës ishte teknike.
kërkon faul atje trajneri Dublevic. 71-69. Time out ka kërkuar trajneri Dublevic. Fenomenal është Elijah Clarence. I realizoi 8-3 gjuajtjet e lira. 71-69. 19 pik të Clarence'it, i cili ka dhe 7 kërcime, 5 asistime dhe 5 topa të vjedhur. Medaljen e ka Krukit, e mori përgjithësinë e shënimit të pikve. E blokuan atje Dorant Hana, me të vërtet për mrekulli e blokoi Adrio Bailin, i cili mbeti në ato 23 pik e 6 kërcime. Joran Ej këtu me treshën e ti shumë të rëndësishme, ndërsa ai i cili sonte po e bart në pjesën e dytë skuadrën Prishtinase është reprezentuesi i Suedis Elijah Clarence, i cili erdhi në kampionatin e Kosovës nga Meksiko. Ka luajtur Clarence, ka qenë pjesë e kombëtarës së Suedis edhe në kuadër të FIBA turneut paraolimpik në Turqi, ku Suedia synonte kualifikimin. Pati një mesatare për 20 pikve. Në 19 sekundat e fundit, Joran Ej dalet me personale. Loj shumë e vështirë për të referuar, doli të jetë kjo. Shumë gjëra ndodhen. Një ndeshje dramatike. Joran Ej për herë të nëntë sonte në vijën e gjuajtjeve të lira. 23 pikë të tij, 8-6 është deri tash. Në çastet vendimtare Huq. Joran Ej. Ska mu time out për Prishtinën. Realizon për 72-69. Joran Ej, sekundat e fundit. A do të shkojnë me treshe, a do të kemi vazhdime. Morina, Dublevic, shkon deri në fund, tenton me ngulit. Dhe personale e Adrio Bailit. Kërkon atje faul Elijah Clarence. Në vijën e gjuajtjeve të lira do të jetë Arbin Rushiti. Gaj do të kërkohet që të parën të realizoj të dytën të Huq. E bën këte 73-69 dhe si pas gjitha gjasave lut atje Clarence që të jetë faul, por kjo përfundoi herën e dytë. Realizon edhe të dytën 74 me 69. Altin Morina shkon deri në fund, tenton për 3 pikë dhe ndeshja mbyllet me fitoren e vllazimit. Trajneri Dorant Hana rikthehet në krye të vllazimit me fitore. Një shfaqje fenomenale Joran Ej, tandemi Anej dhe Helms, 45 nga 74 pikët. Shumë shpejt do të jemi me intervistat e dy trajnerëve.